Ministria e Punëve të Brendshme ka zgjeruar hetimin pas tragjedisë së ndodhur në Koçan, që lidhet me diskotekën Puls. Në kuadër të hetimeve, mëngjesin e sotëm janë thirrur në bisedë informative disa nga ish-ministrat e ekonomisë që kanë ushtruar funksionin që nga viti 2012. Hetimet janë fokusuar në mënyrën e funksionimit dhe licencimit të diskotekës, ndërsa autoritetet janë duke shqyrtuar përgjegjësitë institucionale për ngjarjen tragjike. Konkretisht, policia ka ndaluar ish-ministrat e ekonomisë, Valon Saracini dhe Bekim Neziri, kuadro të BDI-s, si dhe ministrin aktual pa portofol dhe ish drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Shaban Saliu. Mes të arrestuarve është edhe drejtori aktual i sigurimit të shtetit Xhevat Selami. Theksohet se hetimi po zgjerohet, ku përfshihen 23 të dyshuar, 19 prej tyre janë ndaluar ose janë në paraburgim. Ministri aktual i ekonomisë Besar Durmishi nuk është i dyshuar. Në prokurorinë publike të Koçanit është duke u hetuar lidhur me zjarrin në të ashtu quajturën kabareja Pulse në Koçan, që ndodhi më 16 mars. Aktualisht me mas paraburgimi prej 30 ditësh ndodhen ish-ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish-sekretarja shtetërore në këtë dikastër, si dhe 3 zyrtar të tjerë të sektorit të turizmit pranë Ministrisë së Ekonomisë.